Krishti unë gjallë. Sot ndodhemi në të dielën e grave miroprurse. Të doja pak vëmendjen tuaj për ta shtëruar këtë të diel dhe të nxëmë edhe më shumë dhe të kuptojmë edhe më shumë se çfarë është kjo e diel sot. Është e diela e dytë pas Pashkës. Kisha ortodokse kremton me solemnitet të veçantë kujtimin e grave miroprurse. Grave që me guxim, dashuri dhe besim të palëkundur ndoqën Zotin Isu Krisht. Asistuan në vendosjen e trupit të tij në varr dhe me përkushtim u drejtuan në agimin e ditës së parë të javës për ta lyer trupin e tij me erëra të mira. Ky akt dashurie në dukje i zakonshëm për rritin e varrimit të asaj periudhe, u bë shkak që ato të jenë dëshmitarët e para të ngjarjes më të madhe të njerëzimit, ngjalljes së Zotit Isu Krisht prej së vdekurësh. Ky përkujtim nuk është thjesht një nderim simbolik i besnikërisë femërore në një moment dramatik të historisë biblike, por përfaqëson një moment kyç në antropologjinë e krishterë, në eklesiologjinë ortodokse dhe në teologji. Ndërsa shumica e apostujve ishin larguar nga frika dhe pasiguria, këto gra qëndruan dhe u bën të parat që dëgjuan fjalën e ëngjëllit. Nuk është këtu, por unë gjallë. Dhe të parat që u urdhëruan të shpallin këtë të vërtet botës. Prandaj, ato janë quajtur me të drejtë nga tradita dhe liturgjika e kishës, si apostuj për apostujt. Përkujtesa e grave miroprurse, siç pasqyrohet në liturgjinë e të dielës së dytë të Pashkës, pra ato që ne kryem tani, nuk është vetëm një reflektim mbi një ngjarje të së kaluarës, por një akt i gjallë shpirtëror dhe kishtar, që e fton besimtarin sot të hyjë në përvojën e thellë të përkushtimit, të dashurisë vetmohuese dhe të dëshmisë së heshtur dhe të vërtetë. Ajo na kujton se shpërblimi i dashurisë është zbulesa dhe shërbesa e heshtur, shpeshherë është më e fuqishme se fjalët publike. Për më tepër, ky përkujtim ndihmon për të rikthyer të vërtetën e krishterë në një vlerësim të drejtë e të barabartë të gruas në jetën e kishës, jo në terma aktivizmi ideologjik, por në dritën e shembullit që këto gra miroprurse na lanë. Të një dashurie që ka përcen frikën, të një shprese që përqafon misterin dhe të një dëshmie që bart shpresën. Rrëfimet ungjillore për ngjalljen e Krishtit fillojnë me një grup grash që shkojnë herët në mëngjes drejt varrit, duke mbajtur me vete enë me erëra të mira, për të përmbushur ritet funerale që kishin mbetur pezull për shkak të nisjes të asaj dite, të së shtunës hebraike. Në këtë akt, përkushtimi dhe besnikëria, ato u bën të parat dëshmitare të ngjalljes dhe morën urdhërimin ëngjëllor për ta shpallur atë. Maria Magdalena është figura më e përmendur e pranishme në 4 ungjit. Sipas ungjillit të Johanit, ajo është personi i parë që sheh Zotin Isu Krisht të ngjallur. Gjithashtu kemi gratë. Maria, nëna e Jakovit, përmendet tek Marku. Salomea, një nga gratë që e kishte ndjekur Zotin Isu Krisht në Galile, përmendet përsëri te Marku. Joana, gruaja e Kuzës, administratorit të Herodit, përmendet në ungjillor Lukajin. Joana, gruaja dhe gratë e tjera të paemërtuara, të cilat sipas Lukait përbënin një grup më të gjerë. Gratë të tjera të paemërtuara. Këto gra ishin ndër ndjekësit e Zotit Isu Krisht gjatë veprës së tij në Galile, ku i shërbenin me pasuritë e tyre, me dashurinë e tyre. Një akt që tregon angazhimin e tyre aktiv dhe të parë ndërprerë në jetën e komunitetit të apostujve. Në një kuptim të thellë teologjik, gratë miroprurse përfaqësojnë
besimin e pastër, shërbesën e heshtur, dashurinë e pakushtëzuar dhe gatishmërinë për të rrezikuar gjithçka për hir të së vërtetës. Ato janë pararendëse të kishës, figurat të gjalla të shpirtit të përkushtuar, që nuk kërkojnë lavdi, por shërbejnë me përvujtëri. Shën Johan Gojarti, një nga etërit e kishës tonë, thekson, engjëlli nuk ju shfaq as Petros, as Johanit, por ju shfaq grave që e kishin ndjekur Krishtin me përkushtim, sepse Zoti shpërblen jo rangun, por shpërblen dashurinë. Përmes tyre, unë gjithë na tregojnë që një përmbysje të hierarkisë së zakonshme shoqërore nuk janë autoritetet fetare as apostujt, por gratë e përvuajtura, ato që zgjidhen për të parë të parat të ngjallurit dhe për të dhënë dëshminë e parë të ngjalljes. Ky moment është një egzaltim i të përulurës sipas frymës së Ungjillit. Përvoja e grave miropurse është arketip i përvojës të çdo besimtari ortodoks, që me përkushtim dhe dashuri kërkon Krishtin në errësirën e mëngjesit shpirtëror, në shpresën se çdo gjë do të jetë e drejtë dhe çdo gjë që ato bëjnë do takojnë atë Perëndin triadik. Ato gra nuk shkojnë për të parë një mrekulli, por për të shërbyer me nder në trupin e tij. Dhe kjo dashuri e përvujt bëhet urë që i çon drejt ngjalljes dhe zbulesës. Gjithashtu, është një traditë për sa i përket pasqyrimit në ikonografi të tyre grave miroprusve. Janë ikona që përshkruajnë ngjalljen në praninë e grave miropruse, para varrit bosh, që është një nga skenat më të përdorura në artin ortodoks. Kjo ikon zakonisht përmban 2 ose më shumë gra që mbajnë enë me erëra të mira. Varri bosh shpesh me kapakun e zhveshur anash, engjëlli i Zotit ulur mbi varr me dorën duke treguar bëshllëkun dhe me rrobat e bardha të ndritshme. Shpesh në sfond paraqitet peizazhi i Jerusalemit ose dielli i mëngjesit për të theksuar momentin e ngjalljes. Ikonografia nuk përpiqet të japë një përshkrim kronologjik të ngjarjes, por të shpall një të vërtet teologjike, që gratë, si bartëse të dashurisë dhe shërbesës, janë të parat që marrin lajmin e ngjalljes. Shën Theodor Studiti na shkruan: ngjashëm me ikonat që pasqyrojnë dritën e Pashkës, edhe zemrat tona duhet të ndriçohen nga besimi i grave që nuk u trembën, por besuan përtej çdo prove. Vëllezër dhe motra në Krishtin, për të mos u zgjatur, të doja të ndaja me ju një vlerësim patristik të etërve të kishës, për sa i përket të dielës së sotme, të grave miropruse. Etrit e kishës, në mënyrë të vazhdueshme dhe të përkushtuar, kanë pasqyruar vlerësimin e lartë që i takon grave miroprusve. Në shkrimet, homilit dhe komentet e tyra teologjike, këto gra janë paraqitur si modele të dashurisë së përshtatshme, besimit të patundur dhe shërbesës sakrifikuese, duke qenë jo thjesht pasuese të Krishtit, por edhe të para dëshmitare të ngjalljes dhe të shpalljes së saj. Një nga thekset më të rëndësishme në traditën patristike është titulli që shumë etër u japin grave miroprusve, apostuj për apostujt. Ky vlerësim është i shprehur qartë nga Shën Grigori i Nisës, i cili shkruan: ato që i sollën Krishtit vajosjen e dashurisë në varr, fituan shpërblimin për të shpallur jetën e re. Ato që menduan të qanin për të vdekurin, u kthyen në predikues të ngjalljes për vetë apostujt. Kjo perspektiv i propozon gratë jo thjesht si dëshmitare, por si instrumente të zbulesës hynore, përpara se kjo t'i besoj edhe vetë dishepujve. Shën Efrem Siriani gjithashtu, në himnet e tij të fuqishme dhe të pasura në imazhe, i përshkruan gratë miropruse si
zërat të zemrës që nuk heshtën, kur burrat ishin mbyllur, madje dhe gojën e tyre prej frikës. Ai i quan vajzat e mëngjesit, duke u dhënë një dimension të thellë shpirtëror si dritpritëse të agimit të gjalljes, që të kalojnë errësirën e mëkatit dhe të vdekjes me dashurinë e tyre të pastër. Vëllezër dhe motra më Krishtin, figura e grave myrapurse përfaqëson një nga shëmbëllesat më të ndritshme të dashurisë, besimit dhe guximit të heshtur në historinë shpirtërore të kishës. Ato nuk janë thjesht një grup grash të përkushtuar ndaj Zotit Isu Krisht, por ikon e dashurisë që ka përcen frikën, shërbesën dhe thyen heshtjen e varrit dhe besimit që përqafohet edhe në errësirën e humbjes. Gratë myrapurse u bën të para dëshmitare të ngjalljes, një privilegj që nuk ju dha as apostujve, as prijësve, por grave që mbajtën myrë për trupin e mësuesit të tyre, të cilët e donin edhe pas vdekjes. Ky akt thelbësor, që nuk është i rastësishëm, na mëson se Krishti zbulon misteret e mbretërisë, jo sipas hierarkisë njerëzore, por sipas dashurisë që përflak zemrën. Në kohët sot, vëllezër dhe motra më Krishtin, kur roli i gruas shpesh ngatërohet me ndarje, pretendime apo zbehje të identitetit shpirtëror, figura e grave myrapurse ofron një orientim të shëndetshëm, një grua që dashuron fort, që shërben në heshtje, që vuan në mënyrë shpëtuese dhe që shpall ngjalljen, jo me teorira, por me praninë e saj besnike. Kisha ortodokse, duke i nderuar këtokrat çdo vit në të dielën e dytë pas Pashkës, jo vetëm ruan në kujtesën historike, por ripërtërin një identitet të brendshëm që shtrin rrënjët në shenjtërinë e heshtjes dhe në guximin e dashurisë. Kjo është thirrje për të gjithë brezat, për burrat dhe gra, që të jenë myrapurse të kohës së sotme, bartës të parfumit të dashurisë së përjetshme dhe të lajmit të ngjalljes për një botë që ka nevojë për shpresë të vërtetë. Gratë myrapurse nuk janë vetëm figura të shkuara të një historie të shenjtë. Ato janë pararëndëse dhe pasqyre grave të sotme, të cilat me besim, dashuri dhe përkushtim të heshtur mbajnë gjallë dritën e ngjalljes në jetën e përditshme të kishës dhe shoqërisë sot. Gratë sot janë myrapurse të reja, kur kujdesen për të sëmurët, kur kujdesen për të vetmuarit, kur edukojnë fëmijët me besim, kur qëndrojnë pranë burrave dhe komuniteteve të tyre në kohë vështirësie, kur shërbejnë dhe kontribojnë në kishë, në psaltir, apo në bamirësi, duke ruajtur me durim shenjtërinë në një botë që shpesh e harron e braktis Perëndin triadik. Krishti u ngjall. Krishti u ngjall. Krishti u ngjall. Me Perëndin triadik. Amin.